Sa e punëtori më i vjetër këtu? Po, më i vjetër jem punëtori parë jem, për 1986. A i knaqër me punën? Po, jem i knaqër me punën. Afër pensionit? Po, edhe një 4 vjetë është me nej, që jo imri. Orare i punës cili është? Orare në punës e kom për 15:07 në 15:03. A i knaqër me punën, është punë vështirë? Po, ndrimin e pare. Jo, nuk është vështirë. Nuk është vështirë. Apo punohet me paga punëdhënësi, apo jo? Jo, ola për parën e e. Për parën? Po, qysh kem nevojë kështu. I knaqër me kushtet që ofron? Po. Edhe me pagë? Po, edhe me pagë. Normalisht, çdo kun është veç mirë. Po këta trit ajnë të knaqën edhe këta trit? Po, sigurisht janë, kurse jam unë edhe këta duhet më konë. Nuk është e vështirë puna? E herë është. Apo ju shpërblen ndonjëherë për ndonjë festë, diçka për? Po, para më na shpërblen për vita 3, për 28 nëndorin. Po. Na ka shpërbly gjithmonë edhe na shpërblen prapë, më. E ta flasim për fabrikën këtu. E kemi edhe i përmend edhe 2 pika tjera, tatimin e 2 fisht, taksin e 2 fisht. Si është ajo? Si? Po taksin e 2 fisht e ka marrë Ministria Financave. Momenti kur e grumbullojna ujemin edhe momenti kur e shesin. Domthon jem garku me taks 2 fisht. Domthon të le dyshimi që ka pas interesim dikush mi dëmtu fabrikat e millit, jo minimum fabrikat e millit. Po kem premtime që do ta hekin këtë taks 2 fisht. Si punohet tash këtu? Flasim edhe pak për mundërinë elektrik pra pashtica në Kiev. Tu punohet me 2 orare ndrrimit, për 7 deri në 11 mbrëmjes. Sa punëtorë janë? Jem 9 punëtorë, me 2 ndrrime. A shtohet numri i tyre? Po nëse rritet kërkesat, shtohet edhe numri punëtorëve. Lëndën e parkuar? Lëndën e parë importojnë. Një pjesë e kem vendit, një pjesë e importojnë. Sa nga prodhimi i vendit me një lëndën e parë? Po si vjetë ka pas rendimete ma tëllta. Si vjetë në konë rendimetet ma tëllta dhe si përfaqja grunit e konë shumë ma pak e mjellë. Se një pjesë e popullatës pikositin grunit. Vetëm pja marrin subvencionet edhe pikositin grunit të shfrytëzojnë për ushqim baktish. Edhe tash, a shini perspektivën e mbetjes në prodhim dhe në pagim tatimit dhe shtetbërën e Kosovës, apo jeni edhe buzë rrezikut të ekzistencës? Po se nëse nuk na përkrah shteti, mund marrë të rrezikshmëria. E përmendim edhe taksin e 2 fisht, intervenimi edhe aty, a ka dhe diçka tjetër që shteti mund tu ndihmoj? Po për momentin janë hapat mirë këta. Tash na vim na sigurua dhe rrymë mos më pas ndërpremje. Se alo kem ndërpremje me rrymë dhe jo tension vëllëçë. Edhe na kaloni tarif të rrymës jo e mirë për prodhues. Alo është e shtrenjtë. Kanë bërë diçka ulje, po jo sot do. Se paguajmë fuqi angazhuese, edhe paguajmë kilovatin 7 centet, 7.30 e paguajmë centin e kilovatit për blumin. Ka bërë Kosova edhe një hap sa i përket edhe shëndetit të konsumatorit edhe prodhimi, pasurimi me acid folik dhe me hekur. A e ngrit koston kjo? Kjo e ngrit koston dhe më thëmë vërtetën a pej fillimit të na konë kundra kësaj. A keni konkurencë, a ka që nuk kanë fut këtë element? Po Ballkani edhe Evropa nuk e ka kurkush. 67 shtete në botë kanë, ndërkaq në Ballkan në rajon nuk e ka askush. Nuk e ka askush. Sa ngrit koston këtu? Po ngrit koston se ajo kushton 1 kilogram dikun kushton 10 euro. Edhe këtë duhet ta ketë parasysh shteti. Shteti. Edhe konsumatori. Edhe është e panevojshme. Sa është konkurues prodhimi milli me importet? Po për momentin me që dopingi që kanë bot millit, mujna më punue, kem hapsin veprimit. Kem hapsin çmimit, mos më shku me minus. Edhe cilësia është e mirë? Cilësi i garantojnë. Po çdo aspekt popullatës Kosovës i kallëzojmë që millin e kem pa adektive, milli është i pastër, milli është i shëndetshëm. Sa produkte të millit keni? Ne kem 2 lloj produkte të millit. Ne prodhojmë tip 400-shin edhe prodhojmë tip 850-shin. Është për tregun vendor? Për treg vendor. Si është distribuimi, shpërndarja? Shpërndarja është bazë kërkesa. Punojnë edhe me furra, punojnë edhe me markete, punojnë edhe me shitore bujqësore. Domthon tregja është në tana pikat. Dhe Kosova ka bërë investimet mëdha në tregun apo në industrinë e millit. 98 dikun thuhet që kemi mulli për një popullsi 7 milionëshe. Tash kemi konkurrencë, si mund të përmbushen konkurenca me Shqipërinë, të bëhet nivelimi interesave atje
që të përfiton edhe Shqipëria, apo edhe na, keni shqyrtua edhe këtë fakt? Nuk kem problem për Shqipënisë. Nuk keni. Dhe nëse mirën mos, në bashkëpunim me Shqipënisë, në veç që kemi më pas arritje më të mira. Se bom një treg i përbashkët, arritëm numrin 5-6 milion banor, edhe ka hapësi ma shumë punë. Na probleme kemi vetëm Serbi. Vetëm Sa ajo punon kundra neve. I avancon fabrikat e veta, me rujt tregin Kosovë. Se me Shqipënin nuk shoh kurfa problemi. Me Shqipënin veç ka më nga pas suksese më të moja, se rritet treti, rritet turizmi, rriten kërkesat e bukës. Edhe tregtar, edhe konsumator, ta kenë hatin. Natyrisht që mos blen jo cilësi, po cilësi, sa ato që tjetë, për që tjetë ekonomia jonë, tjesë mjetet. Dhe më konë përbashkët, më lidhë trektari me bujësi. Unë e përlaj me firmën Ideal Gold. Kjo firmë trektare. Janë 5, edhe kemë bashkëpunim me bluj midhen për ta këtë logot firmës se ka drejtë veç Ideal Gold. I ka ik importit servis, bashkëpunim me një produs të Kosovës. Edhe kemë bashkëpunim të mirë. Sa e përmbusi gjatë vitit linjat për punu, që sa e shfrytëzoni? Tu i shfrytëzojmë dikun 50-60% e shfrytëzoj fabrikën tonë. A ka mundësi të rritet shfrytëzimi? Po tash kem shpresë me këtë mosa kem shpresë.